këtë që e tha, sa po e tha dhe koordinatoria, zakonisht, kur e vrej një gjë të tillë, për shembull, ose kur nëna mendon që nuk po ka mjaftueshëm gjë, ose ka një bllokim diku, tu e bujnë edhe asistimin për lirim të gjirit. Kështu që në këtë rast, edhe pse janë të informuara ka njerë për vete, duke se s'po din asgjë, kështu që për atë edhe janë infermierët edhe e bojnë edhe parandalimin, po pastaj edhe procesin e shërimit. Infermierët lisit janë të trajnuara për me bë punën tjetër që po. Para prakisht, në momentin që jemi punësu, do me thonë, kemi bo trajnim 5 ditor për kujdesin për nanën dhe fëmijën. Pastaj, e kemi bo edhe trajnimin 3 ditor që është për JMCD. JMCD e quajmë një instrument i cili është në fakt shumë fitim prorës, po e quaj, sidomos në këtë pjesën e zhvillimit